uji i Zemzemit, simboli i dëmshurisë prindërore. Vetë uji i Zemzemit buroi si rezultat i lutjes së Ibrahimit, paqja Allahut qoftë mbi të, babait të Ismailit, paqja Allahut qoftë mbi të. Ai e la gruan dhe fëmijët e tij të dashur në mes të shkretëtirës dhe u kthye në Palestinë sipas urdhërave të Zotit. Pasi i braktisi, Ibrahimi, paqja Allahut qoftë mbi të, u kthye me zemër të thyer dhe i pa për herë të fundit. Teksa i shihte, ai ju lut Zotit. Zoti ynë, unë një pjesë të familjes sime vendosa në një lugin ku nuk ka bim, e është pranë shtëpisë tënde të shenjtë. Zoti ynë, i vendosa aty që ta falin namazin, pra bëj që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta. Lutja e këtij prindi bëri që të hapen dyert e qiellit. Kështu zbriti Gjibrili, paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe goditi me krahun e tij vendin ku ndodheshin këmbët e Ismailit, paqja e Allahut qoftë mbi të. Nga kjo goditje buroi uji i Zemzemit, i cili vazhdon të furnizojë pelegrinët deri në ditën e Kiametit. Sa herë të pish nga uji i Zemzemit, kujtoje që ai është simboli i dëmshurisë prindërore dhe i lutjes së një babai.